E gati. Varet. Nga kush? Nga ajo se kush më sheh. Po mendohem sa shpesh ne vajzat ndryshojmë diçka të vetja. Jo sepse duam, por sepse mendojmë se kështu do të na pëlqejnë më shumë të tjerët. Sa herë kemi krahasuar veten me vajzën që shohim në Instagram. Sa herë kemi menduar se duhet të dukemi në një mënyrë të caktuar, të vishemi në një mënyrë të caktuar, të martohemi deri në një moshë të caktuar, të kemi një karrierë të suksesshme, të jemi perfekte. Por kush i vendos gjithë këto standarde? Dhe pse vazhdojmë të jetojmë sipas pritshmërive të tjerëve, ndërkohë që harrojmë të pyesim veten se çfarë duam ne? Sot nuk do të flasim për lajme, do të flasim për ne vajzat, për stilin, për komplekset, për presionin, për martesën, për rrjetet sociale. Flasim për gjërat që vajzat i mendojnë, por rrallë i thonë me zë. Unë jam Teuta, ky është Troç. Sot nuk do të flasim për etiketat që na vendosin të tjerët, do të flasim për vajzat që janë pas tyre, me një vajzë që është super rajs dhe është mikja ime, Sara Hoxha, gazetare. Mirë se vjen në Troç. Mirë se të gjej Tuti, faleminderit për ftesën. Mbi gjitha ndjej kënaqësi që do të bashkëbisedojmë, duke të parë të rikthehesh në vendin që të takon, mirë po këtë herë më e përmbushur si mam. Oh, faleminderit. Kësaj radhe i heqim ato rolet, jemi vetëm dy vajza dhe bërëm girls talk, besoj që do e themi Troç atë që e mendojmë dhe... Ashtu si që themi çdo herë. Edhe prafa kamerave. Super, pritun pak t'i lexoj këtu, më mirë t'i rim skenarit se mund të dalë shumë jashtë. Në intro fola për pritshmëritë që ju vendosen vajzave, gjithmonë ka një standard, gjithmonë ka një pritje për ato të jenë perfekte. Kur fillojmë ajo mosha ose ai momenti kur si vajzë ndryshojmë dhe mundohemi që të përshtatemi me standardet e vendosura? Shumë herët mendoj që në fëmijëri, sepse mënyra se si na edukojnë prindërit ose familja, dashje pa dashje na bëjnë të mësohemi që të kërkojmë miratimin e tyre. Nga mënyra si duhet të rrim, që duhet jemi të heshtura, heshtjen sidomos e kemi atë faktorin kryesor që jam veshim vetëm vajzave në këtë rast. Vajza duhet jenë gjithmonë shembullore, duhet jenë punëtore, duhet jenë të suksesshme, duhet jenë sipas linjave dhe atyre kufizimeve që i vendosin të tjerët për ne. Kështu që besoj se shumë herët ne fillojmë të rrim në ato kufit që na vendosin familjarët, fatkeqësisht. Si shoqëri shqiptare ose në përgjithësi? Si shoqëri shqiptare do thoja kryesisht, sepse përgjithsisht nuk e di nëse jam shumë kompetente për t'i thënë këto, po si shoqëri shqiptare kemi shumë të theksuar këtë. Ndoshta tani ka filluar paksa të çrënjoset, po shumë fare pak. Po sepse përveç shoqërisë shqiptare dhe ato traditat tona që i vendosin standardet tona, që po zbehen me kohë, ndoshta gjeneratat e kaluara e kanë pasur më të theksuar, po. Tani ka standarde edhe globale që vendosen prej rrjeteve sociale, që vendosen prej zhvillimeve apo jo modës, stilit. Gulfatemi më keq më duket. Kush i vendos? Kush është? Besoj se edhe ne vetes, por edhe algoritmine. Duke filluar nga ajo që algoritmi na e shfaq për ta parë, duke ju përshtatur ne pastaj algoritmit dhe duke i mishëruar ndoshta pasiguritë tona me standardet perfekte që i shohim në rrjetet sociale. Janë shumë rrethana që kanë përshtypjen se tashmë gjeneratave më të reja ja u bëjnë më të vështirë funksionimin dhe atë autenticitetin nga ajo më herë që kanë pasur vetëm presionin familjar dhe këto rregulla që vazhdojmë t'i kemi, ashtu siç e tham, paksa më të zbehta. Tani edhe dukja edhe gjithçka tjetër duhet të jetë trendi. Problemi është se nuk është ndoshta çështja se duhet të jemi trendi, po fakti që ne jemi më trendi se ç'duhet. Kemi filluar ndoshta të mendojmë me imazhin e dikujt tjetër,
duke filluar nga veshja, nga mënyra se si jetojnë të tjerët. Prandaj shumë shpesh e them dhe realisht e mendoj këtë që ky termi influencer, përpos që ka dëmtuar gazetarinë e mirëfillt, dëmton edhe gjeneratat e reja, pa e përgjithësuar, se ndoshta ka edhe shumë influencer që frymëzojnë dhe japin shembuj të dobishëm, po fakti që rrjetet sociale janë kthyer në një realitet që nuk përkon me realitetin, sepse e ke pa që është krijuar një varësi, ne jemi vigjilente për këtë, që shkojmë të ham ushqim ose një darkë jashtë dhe përpara se ta shijojmë ushqimin, ne duhet ta fotografojmë. Unë nuk marr pjesë tek këto njerëz. Asun fatmirësisht. Shkojnë në pushime, pikë së pari hidhen pamjet nga pushimet, vishet bukur poston që nuk jam kundër kësaj, po të bëhet në një mas, po kjo është bërë si një fasadë e bukur me një boshllëk të madh brenda që gjeneratat e reja, kryesisht adoleshentet që s'kan ato vetdijen e duhur ndoshta për t'i peshuar gjërat, mendojnë që ai është realiteti. Dhe nuk janë aty. Po pra, nuk janë në luftë me trendin, po janë në luftë me një realitet që s'mund ta fitosh kurrë se nuk ekziston. Që gjithë e dim që jeta nuk është aq perfekte sa është në rrjetet sociale. Apo jo. Do vazhdoj të kërkoj miratimin tënd në çdo gjë që do them. Unë kur bëj është e miratuara. A është bërë krahasimi me vajzat e tjera aq i zakonshëm sa nuk e vërejmë sa shumë ndikon te vetbesimin? Po, fatkeqësisht. Ato që thash edhe çfarë që gjithmonë kemi filluar ta shohim veten me imazhin e dikujt tjetër. Duke filluar nga ndërhyrjet estetike, që janë një fakt që është shumë mirë për ata cilët i bëjnë, duke heqë ndonjë pasiguri tek vetja, sepse besoj secili tek ne shohim diçka që mendojmë se mund të ishte pak më mirë. Po, por jo të tjetërsohesh edhe të ndjekish një skem që nuk të përket. Është standard tani për gjitha fytyrat njësoj. Duke filluar nga ekrani që shohim ndërhyrje gati se të njësoj tek të gjitha. Dhe kjo nuk kupton atë që nuk në fakt vajzat nuk po heqin pasiguritë e tyre, po kopjojnë dikët tjetër dhe jetojnë me imazhin e dikujt tjetër. Po, sepse humb veçantia, humb vetveten, është absurde kur ne nuk punojmë për të ngritur vetbesimin, ta duam veten në radhë të parë ashtu siç jemi. Po si kur shohim gjithë këto shembuj perfekt edhe atë realitetin që nuk përket me realitetin, si ta ruajmë, si e ruan ti për shembull? Unë si e ruaj do ta them, po. Unë personalisht këto 2-3 vitet e fundit punoj shumë me vetveten, duke u drejtuar ndoshta edhe profesionistëve, por edhe duke qëndruar me njerëz të cilët janë shumë natyral në gjitha kuptimet e mundshme, nuk po flas vetëm për aspektin fizik, duke rritur vetbesimin dhe duke i thënë vetes që ne jemi kështu secili identik ose autentik në vetveten tonë, duke u munduar të përmirësoj gjithçka që ka të bëjë me veten time. Duke bërë sarën më të mirë se dje, duke bërë sarën më të mirë në një punë, për shembull në emisione që ta bëj më të mirë veten se sa ato paraprake, po edhe në trupin, duke ndjek një regjim ushqimor më të mirë se sa muajin e kaluar, jam fokusuar totalisht tek vetvetja ime. Dhe dua të bëj gjithçka më mirë, por gjithmonë duke u krahasuar vetëm me vetveten. Normalisht kur shoh shembuj të mirë të zonjave dhe grave të cilët janë të arritura, duken bukur, padyshim që frymëzohem ndonjëherë për të marrë edhe këshilla dhe mësime prej tyre, po jo të funksionoj njësoj me dikë tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme, të ndajmë, të duam në radhë të parë vetveten, ta përmirësojmë vetveten dhe jo të duam vetveten tonë me figurën e dikujt tjetër. E ke të letë të thuash ti, Jyll? Po jo, mirë, për të gjithë është njësoj, po me vërtet tash nuk është ndonjëherë fair. Faleminderit. Reflektimi yt. Pse ende vlera e një vajze matet përmes fizikut, përmes pamjes së jashtme, përmes asaj se sa ka investuar kështu teknikisht, sipërfaqësisht, edhe sidomos ratingu i bie ose i ngrihet një vajze nëse është ose nuk është në lidhje, edhe kjo është shumë një element, a? Kjo është ajo kryesorja. Po, ata që e kanë përjetuar është ashtu një
Po është gjë negative shumë, sepse vërtet e shen në shoqëri, kur del, pas para, se ka shumë dallim të madh. Është e vërtet dhe besoj se po na ndërlidhen gjërat. Po them tek ajo se ne nuk e kemi fokusin tek vetja 100%. Ne si shoqëri nuk e kemi fokusin për të ndërtuar veten dhe gjithmonë e kemi fokusin për ta paragjykuar dhe për ta parë tjetrin. Mendësia ecën shumë ngadalë, nga që ne nuk po evoluojmë me kohën. Po ngecim tek ato gjërat cilët i kemi marrë, që janë gjëra shumë primitive, kam përshtypjen, që gjykosh një njeri nga mënyra se si vishet. Kjo ndodh edhe në media, e ke parë gjithmonë që kontributi dhe puna e një gazetareje vlerësohet e dyta, sepse në radhë të parë vlerësojnë mënyrën se si është veshur, kurse për gjinin tjetër, për gjinin mashkullore, vlerësohet ajo se si flet ai. Nuk e di sa do arrit të ndryshoj kjo, jam pak pesimiste në këtë drejtim, sepse përtej asaj që kjo gjenerata Z që i përkas dhe unë, apo këto gjeneratat e reja jemi më mendje hapur, disa gjëra më duke që i bëjmë fix si që kam bërë generatat paraprake. Sikur disa herë nuk arrim t'i mbijetojmë këtij presionit cilën e folëm në fillim fare, dhe sikur ja japim mundësinë kësaj shoqërie t'i adaptohemi dhe t'i përshtatemi lehtësisht në këto dimensione siç është çështja e mendësisë. Edhe pse besoj që absolutisht gjeneratat e reja nuk mendoj që shohin fix vetëm mënyrën se si vishet tjetri, po gjithsesi ndikohen nga mendësia e paraprake dhe edhe e shohim atë mënyrën e gjykimit se si është veshur, kështu mund të jetë kjo. Gjykojmë nga kopertina. Po, mendoj se bile aktualisht është bërë ende më e fuqishme dhe jo vetëm te ne, Sara, sepse shef në internet me siguri. Ka edhe kështu krahasime, për shembull, kam pa do video me prezantimin e një pijeje, për shembull, në një gotë më të thjeshtë është $5, pastaj në një gotë pak më fancy është 10, dhe në një tjetër ekstra fancy është 20, por gjusi brenda, lëngu është i njëjti kualitet, por prezantimi, mënyra se si prezantohet objekti, edhe pse ne njerëzit jemi objekte, po nejse, kjo është ideja e videove ose e trendeve që janë tani shumë aktuale, është shumë e theksuar edhe inkurajohet tepër shumë fake it till you make it, e kështu me radhë, vishu sikur i ke ato që i ndron t'i kesh. Ati, është edhe në botë po ndodh kjo, se pamja të bën me të vërtet të reflektosh ndryshet e sytë të tjerëve dhe të vlerësojnë të të marrin për më mirë, nëse dukesh më mirë, më i kuruar. Tani të jemi realist, ne gjithë secili mundohemi të vishemi sa më mirë për të ndier më bukur, më mirë, apo jo? Po sugjeroj të lexojit libri Ti ajo çfarë vesh. Nuk duhet të jetë parsore kjo. Sepse veshja nuk na identifikon ne të tërën. Të ka ndodhur, besoj, ndonjë ditë kur mua më ndodh shumë shpesh kur duhet të përgatitem për provime dhe nuk flej gjithë natën, tentoj të përgatitem maksimalisht dhe të nesërmen kur duhet të shkoj në provim, më nuk shoh çfarë vesh. Dhe kjo s'më identifikon se kam mësuar shumë, mama. Jam e përgatitur sigurt. Fix. Për dallim nga dikush që vjen i kuruar krejt edhe duhet të hyj prapë. Gënjen, domethënë. Po patjetër. Gënjen pamja. Po patjetër. Shpesh herë ke parë tek vajzat ndodh, edhe në video i shohim të rrjeteve sociale që kur ndahen nga të dashurit, kur janë në një proces vuajtjeje, ndodh që zgjedhin veshjet më të bukura, rregullohen më së miri. Divorce effect, si e kanë këto trend. The divorce effect. Aq kurohen mirë, thua atij që gjithë gjërat në Terezika. Në fakt është komplet e kundërta. Nëse aq shumë shfaqet dhe nëse aq shumë e sforsojnë gjën, unë çdo herë dyshoj. Është kjo çështja e vetbesimit, sidomos. E ke vënë në re që ne priremi në rrjete sociale, në ato caption, ato mbishkrimet, të vendosim ashtu thënie motivuese që vetbesimi ajo kjo, dhe kur në fakt ajo na mungon. Fare nuk ka të bëjë me atë gjendjen momentale ose në atë gjendjen e fotografisë. Jo tek të gjitha, mos përgjithësojmë, po në shumicën e rasteve priremi ta bëjmë këtë, sepse i kthehemi sërish asaj që ne nuk punojmë me vetveten dhe këtu është
Chelsea. Tek Është ne më ndesh lehtë të bësh një krehje floku se sa të se sa lexosh një libër ose të shkosh në psikolog. të shkosh në terapi, po. Ende më është lehtë normal. tabu kjo. Kisha një të ftuar me cilën po diskutonim për këtë çështjen e psikologut dhe më tha që unë pikë së pari kam shkuar në psikolog vetëm nga kurreshja të shoh se si është të shkosh në psikolog. Dhe unë për herë të parë dëgjova një këndvështrim të tillë që vetëm për ta provuar, se te ne ende është ajo stigma që nuk duhet të shkosh në psikolog ose ne duhet shërojmë veten, nuk është absolutisht çdo herë ashtu. Po jo, është njësoj sikur te dentisti. E pra, fiks. Njeriu ka nevojë të kërkojë mbështetjen e tjetrit kur është në pyetje ndërtimi i vetvetes son, sepse sa më shumë të marrim nga përvoja të ndryshme, sidomos profesionale, aq më mirë për ne do të jetë. Përveç këtyre elementeve teknike ose sipërfaqësore, veshja, grimi, këto paraqitjet, ne paragjykohemi ndërmjet edhe nga statusi shoqëror në lidhje pa lidhje. Në lidhje pa... Unë kam pak traumë nga kjo pyetje tash. Ose e punësuar pa punësuar, ose çfarë roli në punë, kështu me radhë, që prap dallon edhe në aspekt gjinor. Dhe kjo që e përmenda pak më herët, se gratë vlerësohen tjetër mënyrë, burrat ndryshe. Si e sheh këtë? Për shembull, e ke parë atë pyetjen që u drejtohet grave, zonjave, vajzave, si do të quaj, do fokusohesh të bësh fëmijë apo do bësh karrierën? Mua pikërisht mbesdis fakti pse kjo pyetje u drejtohet vetëm grave dhe jo burrave. Dhe kjo në fakt është komplet kontroverse. Burrat janë vetëm vizitorë të familjes. Po, këtu bien komplet në kundërshtim. E bëra shaka. Sigurisht. Okay. Nuk është kështu. Nuk do të jetë kështu. Që thonë se bara e shtëpisë, shtylla e shtëpisë janë burra. Nëse kjo pyetje u drejtohet grave se a do zgjedhësh karrierën apo familjen, atëherë bie që shtylla e shtëpisë është gruaja, sepse bara më e madhe atëherë bie tek ajo. Sepse burri nuk zgjedh të kujdeset për familjen, përpos financiarisht apo jo. Ashtu ndodhte te ne sidomos, po edhe në botë tani. Tani është bë edhe kështu një fenomen botror. Kjo të jetë gruaja grua shtëpisë, si të themi, të kujdeset për fëmijën e për familjen, nuk ka më ambicie aq të fuqishme si më herët e kam përshtypjen tani. Po, është e vërtet. Por këtu nuk e zbe faktin që ata gratë të cilët vendosin të mbajnë edhe punën ose karrierën edhe familjen, janë shumë më të fuqishme për t'i bërë të dyja se sa një mashkull që sjell vetëm financat në shtëpi. Po, larg, shumë larg. Por është shumë e vështirë, Sara. Është e vështirë, absolutisht. Ti e ke edhe përvojën sepse po e prek në lëkurë në këtë periudhë që edhe po punon edhe po e rit djalin, por që nuk është e pamundur dhe kam përshtypjen që këto shembuj duhet veç më të ngrisin vetdijen që kjo barazia gjinore ndonjëherë po aq sa jam pro jam edhe kundër. Sepse gratë bëjnë shumë më shumë se sa burrat dhe në këtë rast që kujdesen edhe për fëmijën edhe për punën, besoj që këtu nuk e di cila barazi do të përbënte sens. Po ti kur do martohesh? Nuk jam halla. Tezja, njëra se sigur. Dikush e bën këtë pyetje. E bëjnë shpesh edhe sikur i vën vajzave një afat për martesë dhe pse Sara ti je shumë e re, unë nuk ta them. Kështu po. Ti mendon kështu ama? Sepse jo. afati kohor nuk mendon kështu. Tezja jo, absolutisht. E ke parë sa mbushin të 20-at vajzat, me njerë fillon ajo pyetja. Je lidhur me dikë? Po ti kur do martohesh? Kur do fejohesh? Kanë zgjedhur një metodë që buzëqesh edhe veç them kur të vi koha. Shumë diplomatike. Por ama nuk është që nuk më prek kjo. Të prek? Më prek, po. Nuk më prek mua personalisht, po më prek ideja që ende vazhdon të ekzistojë kjo pyetja kur do martohesh. Më prek më shumë fakti që unë nuk jam kundër martesës, ta qartësojmë këtë, as kundër krijimit të familjes, sepse besoj që kurdo që të vi momenti është gjë e bukur për të ndodhur, por ama jam shumë kundër ndërtimit të kësaj familje ose kësaj martese, përderisa njeriu nuk ka ndërtuar veten ende. Dhe kjo gjenerata Z që e folëm që është shumë e hapur në shumë aspekte, më çudit shumë fakti që sa i përket kësaj çështje së martesës mendoj që nuk kam mbijetuar.
Është interesant, jeni shumë interesant, dhe shumë i duqe Shumë jeni ashtu, interesant. po, shumë është Do një me thonë, gjenerat Të them kontroverze, ekstrem shumë. tradicionale, Nga një ekstrem në tjetrin, do them unë. po, në të njëjtën kohë edhe mendje hapur edhe ka shumë dallim mes vajzave dhe djemve. Djemt kanë shkuar me mendësi ka tradicionalja, kanë qef të familiarizohen dhe të ashtu më herët, të qëndrojnë në shtëpi, të jenë familjare kështu më radhë, a vajzat janë pak më progresive. Në shumit është relative, do thoja. Po, është një ndarje. Është bë një ulumtim. Për atë e di. Po i kam parë edhe këto ulumtimet edhe i lexoj gjatë gjithë kohës edhe them, po kjo që lexoj unë nuk përkon me këtë që jetoj unë. Sepse 80% e shoqërisë, qoftë nga shkolla e mesme apo nga universiteti, janë të martuar dhe mundësisht kanë edhe nga një fëmijë. Gjenerata yte? Gjenerata ime, po. Mashallah. Mashallah. Mendova që do thuash, po ti çpret tash. Jo, nuk të them ti se ti ke punë tjera. Tani jam shumë, unë realisht e mendoj të frikshme këtë pjesë, sepse gjykohem shumë kur e them, po realisht kështu e mendoj. Familjen, fëmijët. Fëmijët, familjen. Shiko, lexonim dje një lajm që tregonte se mesatarisht gjatë vitit të kaluar ka ndodhur nga 6 divorce në ditë. Ja, kush rezultati? Po, është e frikshme sepse imagjino këta 20 vjeçarët, 23 vjeçarët, këta të rinj që martohen, ende janë në periudhën që s'kan përfunduar studimet. Kanë lënë përgjysmë një gjë obligative. Dhe ti pret pastaj që ajo martesa të jetë e suksesshme, kur ai s'ka përfunduar gjën bazë, siç janë studimet e larta në periudhën që po jetojmë. Pastaj çështja e ndërtimit, sa ka arritur të kalojë në jetë një 20 vjeçar, që të mundet t'ja përçoj fëmijës së tij përvojën e tij pikë së pari. Shumë pak, asgjë thuajse asgjë. Nga ajo gjenerat që nuk është formuar mjaftueshëm, sepse ne jemi pasojë gjeneratave paraprake dhe kjo mendësia cilën ne po flasim tani është si pasojë asaj që të parët ta nuk janë ndërtuar mjaftueshëm dhe po vazhdojnë këto fenomene të trashëgohen brez pas brezi dhe pas nga një çift që nuk janë ndërtuar, do të lind një fëmijë tjetër që me shumë gjas do të ndjek rrugtimin e tyre. Dhe ne në epokën që po jetojmë, e shohim se sa shpejt ecin gjërat. Teknologjia dhe gjithçka ec me një shpejtësi të hatashme. Sa një brez i tillë arrin të mbijetoj një epoke në cilën po jetojmë. Aq më tepër që pastaj kur i kthehemi vendit tonë, është komplet e frikshme në një sistem shëndetësor si joni, të lind një fëmijë në një sistem arsimor, pastaj çështja financiare. Unë realisht e mendoj kështu. Çështja financiare, siç e dim, po shpenzimet janë ekstrem të larta, pastaj pagat që nuk lëvizin fare këtu tek ne. Dhe gati janë si dy realitete ose dy botë që s'takohen kur me njëra tjetrën. Pastaj ne politikanë s'do bëjmë që gjithë për të mbijetuar kështu. Ta themi troç. Ta themi troç. Po kështu se do ta them tani, s'ka lidhje, do ta them edhe këtë troç, sepse është me të vërtet një fenomen shqetësues. Në internet po shfaqet shumë lirshëm edhe po përkrahet sikur është një gjë normale të martohesh për interes. Po është bërë gjë normale. Po edhe ky realiteti që sapo komentet janë shumë përkrase dhe urimet për veten janë e gjetësha dhe unë këtë dashurisë të nga revolta bëhet tuti kam përshtypjen kjo. Nga revolta? Çfarë revolte? Po ja, veç fakti që unë e mendoj kaq në detaje se si mund të lind një. Imagjino një çift të cilët punojnë me një rroga mesatare këtu, të kenë fëmijë. Të dytë të kenë vetëm një fëmijë, të dy duhet të punojnë. Po qeran, nëse janë me qera, pastaj është çështje më vete, mos e ke parë çmimet së fundmi, besoj është bë temë diskutimi kudo. Duhet të shtim edhe fëmijën në punë, nuk mundet. Nuk ja del dot. Edhe pastaj mbështetesh në një alternativë jo fort të këndshme, nuk e di a mund gjej një term adekuat për këtë martesën me interes, po besoj që është një alternativë që detyrimisht e përqafojnë shumica, sepse është e pamundur nga
gjithë mundi të japin të dy prindërit për të rritur një fëmijë po flasim pastaj për kështu kushte mesatare, nuk po flasim për ndonjë gjë luks se dy paga e din se sa mund të sjellin në një familje, por që sakrifikon edhe kohën për të qëndruar me fëmijën, për ta edukuar më afër. Patjetër, i thirrin këto prindërit e vikendit, prindërit e fundjavës. Se gjithë ditën është fëmia në çerdhe, ti je gjithë ditën në punë, takon në mbrëmje kur flen, asgjë. E pastaj nëse vëm këtë krahasimin e martesës me afat dhe ndërtimit, besoj se nëse dy njerëz arrin të ndërtohen mjaftueshëm dhe të jenë vigjilent se çfarë do të ndodh më tej kur një fëmijë do të vinë në jetë, nuk kanë nevojë të martohen për interes. Se do jenë të zotë të vetit, a? Faleminderit. Besoj të arrin të bëjnë pak më shumë se sa thjesht një pak për të sjellë në shtëpi, do të gjejnë mënyra të tjera për të përfituar pak më shumë. Ky është mendimi. Mendimi, do me thonë, nuk je dhe shumë kundër martesës me interes, a? Jo, jam kundër. Ashtë marrë? Jam totalisht kundër. Sidomos unë që punoj sapo kam marrë ose ende pa marrë letër njoftimi, për mua është gjithçka e mundur dhe e arritshme. Ato gjërat gati nuk I pëlqej fare. Unë që të njoh e di sigurt. Ishte një provokim të të skuqim pak që nuk faqet. A mendon se gratë publike, vajzat publike si ti, paragjykojnë ende më shumë? Po. Edhe ka njerëzit, do me thonë rrethi, ka pritje ende më të madhe nga ty, ose nga gratë që janë po, realisht po. Sepse vetë puna publike është diçka më e guximshme se sa ato punët tjera, pa I nënçmuar në asnjë lloj mënyre, dhe I shton pritshmëritë që ke guximin për të bërë gjërat publikisht, jo vetëm për veten ose për ata që të njohin më afër. E kam ndier këtë shumë shpesh edhe nga njerëzit me cilët të rrethohem, kur ta bëjnë atë pyetjen, ende po bën atë emisionin ose ç'a do bësh më tej, sepse kanë atë pritshmërinë që ti duhet lëvizësh gjithë kohës për të sjellë një gjë të re ose për të sjellë diçka më të madhe. Në një anë, unë e shoh këtë anën pozitive që të bën të veprosh ose të jesh gjithë kohës në lëvizje për të menduar dhe për të vepruar në një hap të dytë gjithë kohës, por nga ana tjetër, pastaj ai presioni mund të jetë ndoshta pak më I frikshëm nga mendimi se apo bëj mjaftueshëm, dhe unë që jam vetë kritike, shumë vetë kritike, ky presion ndonjëherë shumë më bën të mendohem apo bëj unë mjaftueshëm, apo e bëj mirë këtë gjën që po bëj, dhe sikur gjatë gjithë kohës jam në kërkim të ndonjë gjëje tjetër që është më e madhe. Dhe kjo më ndodh shumë shpesh, domethënë që sikur dëshpërohem me këtë që po bëj dhe po kërkoj një opsion tjetër. Kështu që është thik me dy teha, do të thoja. Por që gjithmonë jam pritshmëri që vajzat që bëjnë punë publike të sjellin gjëra më të mëdha, është e vërtetë. Kështu që mbaju tash. Nëse nuk kishim, të themi, rrjete sociale ose një standard të vendosur nga se di kush, nga ne, se ashtu vendosen gjërat e shoqërisë, standardet e shoqërisë, çfarë do të ndodhte? Si mendon se do ta ndikonte? Çfarë keni vërtet në zemër ju gjenerata Z? Nëse ju lëm rahat atë. Si do dilni të gjithë me tuta nesër edhe me siguri. Me siguri? Mendon? Mendoj që në radhë të parë do të ndiqnin instiktin dhe atë që duan vërtet. Do të bënin gjërat ashtu siç I mendojnë vërtet, pa u ndikuar dhe pa I vendosur ato maskat që detyrimisht t'i ofron shoqëria. Do t'ishin shumë më të qetë dhe më të lumtur. Shpresoj që do t'ishin më të vetëdijshëm. Po ajo e sjell zinxhir. Qetësia, lumturia, sjell dhe vetëdijen, kështu që do t'ishte një jetë shumë e bukur, tuti shumë shpesh e mendoj këtë ndikimin e rrjeteve sociale sikur të mos e kishim, sa e thjesht dhe sa e kapshme do t'ishte gjithçka. Në radhë të parë do t'ishim ne të qetë dhe do t'kishim atë paqen e brendshme me veten, sepse do t'ishim në luftë të përhershme se si është tjetri dhe se si jam unë. Unë shpesh herë
më pengon fakti që kjo çështja e rrjeteve sociale është kthyer edhe në një sasi matëse të këtyre ndjekësve. Dhe unë personalisht profilin tim në Instagram e kam të mbyllur, se kam fare të kuruar. Edhe kur shpërndajmë profilet ose njoh dikë për herë të parë, sapo më sheh profilin në Instagram thot, po pse ti ke kaq pak ndjekës? Ua, po ti e ke privat profilin edhe ka një ashtu lloj publike, por profilin privat. Dhe më vjen shumë mirë që kam arritur ta ndaj qartë dhe pastër këtë çështjen e rrjeteve sociale, këtë jetën e edhe unë jam me perfekte. ty, dhe kështu kam qenë edhe për para 10 viteve kur nuk ishte kaq shumë patjetër të jesh gjallë. Edhe të jesh gjallë, sa mirë. Edhe të rrjetet sociale. Por tani ka ardhur një kohë që kam që e shoh se ndoshta u desh të kërcej në TikTok kur e kisha kohën, jo, po u ka bë si e detyrueshme Sara se edhe punë nuk mund të gjesh tani nëse nuk je gjallë në rrjetet sociale dhe atë mirë gjallë, jo vetëm me bypass. Gjykohesh shumë nga followers, nga Ama edhe kjo është relative, sepse shumë shpesh e mendoj se këto përmbajtje të cilet hidhen në rrjete sociale dhe kjo shikueshmëria dhe kjo matja e klikimeve është artificiale. Jo artificiale, po shumë relative për t'u arritur. Ti mund të hedhësh një video që s'ka fare të bëjë dhe nuk ka asnjë sens logjik në të. Po, interneti është stupid. Se unë shumë shpesh e them kështu, mund të dalish nudo dhe mund të marrish sa të duash klikime pastaj. Ajo, po, mund edhe me ndonjë gjë shumë palidhje të në klikimet, po. Kështu që është mirë në fakt rrjetet sociale të përdoren për diçka të dobishme që japin mësime jetësore. Po për realitetin nuk është ashtu. Realiteti është komplet ndryshe. Prandaj duhet të ekzistojnë njerëzit ndryshe që të japin edhe një version të tyrin që të shohim se edhe kështu mund të funksionojë. Nuk është shumë vonë? Jo, nuk e shoh shumë. Për mendimin tënd, jo? Jo, nuk e shoh shumë. Fare. Po të kishe ti tani 1 milion followers? Do ishte shumë mirë po të kisha 1 milion followers. E di pse. Përse? Sepse unë aty hedh gjithë përmbajtjet e punës time dhe të gjithë gjërat që bëj sigurohem shumë që t'jenë shumë të vlefshme për ata që dëgjojnë dhe do dëgjonin dhe do shikonin 1 milion njerëz. Por edhe kështu është okay, sepse edhe 500 nëse i shohin, unë jam okay. Jam e lumtur. Jam e lumtur edhe me pak. Ja, qëndro Sara kështu siç je dhe të uroj gjitha të mirat. Faleminderit shumë. Unë të uroj gjitha të mirat ty dhe realisht në këtë botën e egër mediatike që e quajnë të gjithë dhe ne që e prekim nga afër, e dim që në realitet është pak e egër. Kam shumë kënaqësi kur shoh gra dhe vajza si ti që mbështesin njëra tjetrën dhe ky aspekti i xhelozisë nuk ekziston fare, përkundrazi e kam vërejt që në start dhe kam pas fatin në fakt të takoj që në fillim që kur e kam menduar se do ta vazhdoj këtë profesion, më ka ardhur shumë mirë që kam pa një version të një vajze që dëshiron të ndihmoj pa kushte dhe pa parë kështu mes cepash, siç themi ne. Kënaqem shumë kur flas me ty, kam mësuar shumë prej teje dhe realisht jam shumë e lumtur që tani do mësoj prej teje se si duhet jesh mamë. Mama preke zemrën tani. Faleminderit shumë, kënaqësi. Ky ishte Troçi me Sara Hoxha. I tham fjalët ashtu siç janë.